Muzik, pikturim e prezantim kishte gjatë ditës së sotme në shkollën e mesme të Gjimnazit të Gostivarit. Nxënësit e kësaj shkolle, bashkë me profesorët e tyre, kishin përgatitur gjithçka për të pritur sa më mirë gjeneratat e reja, të cilat nga viti i ri shkollor ndoshta do të jenë pjesë e kësaj shkolle. Dita e hapur organizohet tashmë disa vite në Gjimnazin e Gostivarit, ku nxënës të cilët si vjet kanë mbaruar shkollën fillore janë interesuar se si mund të bëhen pjesë e kësaj shkolle në të ardhmen dhe janë njoftuar me hapësirat ku zhvillohet procesi edukativo-arsimor në këtë shkollë. Me këtë rast para tyre u zhvilluan edhe disa eksperimente shkollore dhe u prezantua pjesëmarrja në përgara të ndryshme që organizon vetë shkolla. Drejtori i Gjimnazit të Gostivarit Mirsad Isejni tha se ky aktivitet ka për qëllim informimin për nxënësit e shkollave fillore, si dhe prindërve të tyre për kualitetin që ofron kjo shkollë, me qëllim lehtësimin e vendimit për nxënësit se ku ata në të ardhmen do të vendosin rrugëtimin e dijes. Është interesante edhe iniciativa ose dëshira e nxënësve që duan të përgatiten për këtë ditë me eksperimentet në kabinetet që i kemi për kimi, fizik, biologji, matematik dhe gjuhë, të artit, të muzikës, kati se gjithë përfshirë nxënësit dhe dëshira, normal edhe përfshirë edhe kolegiumi. A ka ndonjë efekt? Ka ndonjë efekt për shkak se nxënësit që vinë dhe i vizitojnë dhe njihen me premisat e shkollës, kemi bë do investime, do rregullime, sa që të kenë kushtet e duhura, jo ato elementare. Dhe u pëlqen dhe kemi rezultate të mira me këtë organizim që e bëjmë. Me programin që ofron, shkolla e gjimnazit është shkolla e vetme e mesme pas përfundimit të së cilës nxënësit mund të regjistrohen në çdo fakultet, thot drejtori Isejni. Duhet zgjidhet për shkak se gjimnazi me programin që ofron, kemi objektiv në formën ligjore, e vetmja është shkollë, nuk është shkollë profesionale që mund të bëhesh vetëm me një profesion të caktuar. Nëse duhet një informaticient, është gjimnazi që mund të regjistrohesh në informatik, në arkitektur, në mjekësi, mjek për studiu është vetëm gjimnazi, shkollë e duhur që mund të vazhdojsh fakultetin në Shkup dhe në universitetet që janë. Shkollat tjera janë profesionale që mund të bëhesh, mos folish tash, po mund të bëhesh vetëm një udhëheqës si një reparti dur, ama jo mjek, ligjërisht është ajo, dhe gjimnazi i ka të gjitha ato. Gjimnazi Gostivarit është themeluar në vitin 1960. Çdo gjenerat ka nga 11 paralele, për të cilave 7 janë me mësim në gjuhën shqipe dhe nga 2 me mësim në gjuhën maqedonase dhe turke. Aktualisht ka të punësuar mbi 120 mësimdhënës për zhvillimin e mësimit në 3 gjuhë. Paralelet e gjuhës shqipe janë 7 paralele, 246 nxënës që mund të pranohen. Në paralele gjuhë maqedone 2 paralele me 68 nxënës dhe në turke 2 paralele me 68 nxënës. Hapësirat dhe premisat i kemi, vetëm ta shpresim që ta zgjedhin gjimnazit dhe ta bëjnë zgjidhjen e duhur. Ndryshe, periudhën në vijim, gjysmë maturantët do të përcaktohen për një nga shkollat e mesme për të vijuar shkollimin e mesëm.